Sepse tashmë e ka krijuar gratë në kulturë imazhin e vetë dhe saktësisht e dim se e di edhe unë, po konsultohem edhe me Shkodranin se çfarë kërkon ky manifestim, se çfarë kërkohet në këto panele, edhe në programin artistik, sepse është një panel inkurajues i gëshetuar me pika artistike. Dhe kjo e bën që të mos jetë monotone. Andaj nuk është vështirë as të zgjidhen pikat, që në këtë rast janë balet, koral, pika aktoriale, muzikore, muzikë më e popularizuar që publikun e çon pesh, kur themi ne. Më thënë, saktësisht dihet se çfarë kërkohet tek manifestimi, sidomos tani në edicionin e 5 që e ka marrë trajtën edhe formën e duhur, edhe unë jam shumë e lumtur që ka shkuar në Shqipëri. Ka shkuar në Shqipëri sepse në Maqedoni ishte, në Kosovë depërtoi, u fol mjaft për te, flitet ende edhe mas një viti, dhe tani po flitet e do të flitet edhe në Shqipëri, pse jo në të ardhmen në një vend tjetër, në Kalabri, në diasporë. Kemi do një plan për edicionin e 6, mendojmë? Sigurisht, do t'ishte jashtëzakonshme të jetë diku në diasporë, sepse kemi gra në konsulata, në ambasada, kemi gra shkrimtare, kemi gra të cilat janë të jashtëzakonshme në diasporë, përveç grave tona që i kemi këtu.